Në mesin e viteve 60, kur Malësia jetonte ende në ritmin e ngadalë të stineve dhe jehona e botës së madhe mbërrinte pak më vonë, në kodrën e burgut ndodhi diçka e pazakont. Mes gurve të thatë, barit të egër dhe horizontit të ashpër, u ngrit një sken filmi. Një western gjerman-italian, me aktor me famë botrore dhe kamerat mëdha që vizullonin në diell, e zgjodhi këtë copës toke si sfond për një histori të largët, por që për vendasit u bë kujtim i pashlyer. Për banorët e zonës, ardhja e ekipit filmik ishte më shumë se një ngjarje artistike, ishte një dritare drejt një bote tjetër. Kamion me pajisje, aktor me veshje western, gjuhë të huaja që përzieshin me dialektin vendas, gjithçka dukej si një shfaqje e pabesueshme në mes të përditshmërisë së tyre. Kodrës së burgut, që njihte vetëm historinë e vet, ju shtua për disa kohë një legjendë e re. Mirë se keni ardhë, faleminderit që na keni zgjidhur me ardhur. Kjo jetë po kalon shpejt, veti kujtohem kur anis incizimi ati filmit, tash po më vjen si me ka maj moqi mi gatin katun me folë për historiat të ati filmit, në ndushisjen burg, ashtu që pe i memorisë mia, pe i kujtimeve mia, si fëmi jam kënë, aty e kem pa do tokë afer burgut, e pa met kur kanë ardhë një Mercedes i bardhë ose i bërlan, kanë ardhë janë kanë plot njerëz, kanë shetit rreth burgut, kanë shkuar deri te Ubla e Bacit me makinë janë kthye, edhe ashtu do me thënë kanë vërtetuar se mundet aty mu incizoa filmi që e kanë pas ata. Por muhabeti shkon shumë ma tej, këto korporatat filmike që e kanë incizua atë film. Janë kanë kombinacion italian, francez, gjerman. Edhe amerikan, ka vjej mu incizua në Meksik, ku është edhe original pe i ka janë Aztekt, por në atë kohë, a kanë elgati, a kanë madharit, edhe a kanë luftë qytetare në Meksik, edhe s'kanë mujë me shkuat e me incizua. Tash, ata lypin një alternativ për me incizuat film, një pej direktorat të kësaj korporat gjermane, thot e di, thot një vend, ku kite me mujë me adaptua, është vet i thatë, është i kodër, ki me mujë kollaj, thot me u godit si piramid, po i thonë ata ku është të një Jugoslavim duke ti takon tash. Po ka e din tjetë vend ku je, thot jam kënë ushtari Hitlerit në Logori, është Logori betonit në burg, në brendit burgut, jam kënë i stacionum, thot natë Logori, për ata e di, edhe di vendin të ca, tha, cinë verë, sa ta masi me kënë Meksik. Edhe ashtu, ata vinë me kësyrë pas aty, që i thatë që i kanarë me makinë, vinë me shikjo vendin edhe u pëlqen edhe bjenë dakord me arë me incizua filmin aty. Pas aty, kanë nisë me arë teknike, kanë nisë me arë robe, kanë nisë edhe kanë pa kontratën duket me ushtrinë e Jugoslavisë në të kohë, se brodi vite me robë në barë, e kolona e kamione së ushtrisë vishin ka tuzi edhe me ka 20-30 e gjgarkoshin aty. Do me thanë, burgu a kanë si malë, por jo fort nanë në atë jugu të masi rapsh, por për mos me prish, vneshtat e të mbishit, fisë, rdhinje, qka ka pas, i kanë vunë në huj, e i kanë vesh me rasa deri në maje atë anë në tejna, për mja përngja piramid, sa nga di shkalla në disa vese, atër hymjet kanë godit po ashtu me rasa e me gjam, kanë godit këso statua tipit Aztekëve të Meksikës moqime, por ato janë kanë siropolit, edhe janë kanë të lyeme në gjyrë të gurit. Bile, kur në klasë parë në kanë qua në vizit filmit, kemë shkua shkollat pejtuzit,
Më duket a kanë i biri Gjyste Ujkës, Mark Mileshi. I kanë tha Mark Mileshi më duket. Ka pa marua në telat strujës, në kanë hip me virë qadrë në alte, ka pa vdek. Ajo kanë si njeri pak maj si fëmija, kanë shumë i gjallë. Edhe ato statua që ishin të mlaja, ishin me ka 10 metrat në alte të gjana, i kishin do krynsja rrëth për me muja ato të copa me i baje, me i palua. Ky kite him rren, a i si fëmi i vogël, kite him rren e kite marë jasu statuash e po i trem njerëzit. Dhe me thënë, aty fillojnë ato. Në atë inqizim filmit kanë marë si statista, kanë marë pjesë dushisja, si të lekajt, i hersparit, sa ka si me thënë në vetë tanë, por kanë marë dhe për tjetër ka, kur janë nevojit. Ata bol gjatë ka, ajo inqizim ka baj gati 2 vjetë, por si me premjera ati janë kanë me 65 në duket, e këta e di se kanë arë me 61, me 62, kur kanë fillu ato pregaditje për film. Aty janë inqizua, jo vetëm për atë film Lost Treasure of the Aztecs, si që kanë tha, humja e këtynet pasunis Aztekvet, por janë inqizua skena edhe për filmat tjerë, tyne që kanë për nevoj ata, janë inqizua në Cem, janë inqizua në Kojtë Kuqit, në Cetin, duka dhe tjerë një gusha, kanë dhe ati i katun filmit, sa ashtu që në katun filmit, ku kanë inqizua, por kësajt ka pa aktor, ka pa Lex Barker, ka pa, janë kanë, a i ka loj edhe një rol kryesor, por është i shruam për pas, inqizua për pas libri që e ka shkrua, Vinetu, Karl Maja, si e ka pa emnin, për pas anekdotes ti, por në gjarja, si shtarë që ka vjej me kanë në Meksik, edhe vetit i thonë Bottom Rouge. Ashtë në Mississippi, në daljet e oceanit. Ajo pjesë në tjetër nënë të Mississippit, a ke bazë, këta e kom gjithë në internet, ke bazë franqeze. Bazë ushtarake, edhe Amerikanëve të ka pengua në atë kohë, ajo bazë aty afer, edhe kanë da me marë atë qosh, mos me i lama franqest me kënë të pranishëm në atë vetë. Por ushtarakisht, këte janë kënë moçal, janë kënë uj, s'kanë pa mënyrë me fitua. E lypin lejnë pej, duket janë kënë atë kohë Maximilian, kë krali i Meksikës, e lypin do se Juarez nështë, Juarez. E lypin lejen me hi pej Meksikut, se pej Meksikut mujnë me sulmua makollaj e me marë, edhe ata i thonë, u lejojmë me sulmua pej Meksikut, por në duhet një nerë me ne ba edhe ju ne. Qëka doni? Thot, ne kem një vend që janë sekret, nuk dim ku është dikun në gjungla, në lypet Indiana Jones i juvet, me në një mua me zjeta ta, atër në u lejojmë me. Ashtu do me thanë, vjen edhe filmi që e merë emnin, tash po këthejt punimi tanë rrëth kësaj piramidës arit që është. Burgun, kure para se ka njës me inqizua, tanë gurt janë këtë lymen arë, një ngjyrë argjent. Edhe ashtu, kë Indiana Jones e gjenë piramidën, aty në film shtërnohen janë uniformat franqeze, të ushtërisë, italiane, gjermane, meksikane, tanë ato skenat tërnohen, e kom apëru në TV Bojnë, më duke dhe kom apëru kasetën për Ameriket, zdija ki një në arhiv halja, edhe ashtu në atë kohë së mujnë me shko me inqizua tje, e vendosin, këtu kanë pas sigurisht edhe ata shtirësin atje të tynet, se janë takua me pa kushte, me hotel, janë kanë hotel Sënagor, atë kanë shkua, kanë fjetë si këta aktorët e njoftun që janë kanë, për në atë kohë, po më banë fjalla për 61, 62, 63. Transportet, për shumë ka ardhë koqia që e greshin 6 kual, krejt ite e argjent, se lyeme në argjent, si të argjentit, por e kanë shëtit janë sajt për prapë me inqizua do skena, atër na ka lyp kual, po këtu kual ta nuk janë as për në film si që i lypshin ata, e di se
kanë bashku me e marë, thonë kalë shalet e ka pa Zefnika pej Vuksanet, e kanë shku me e marë, ja kanë përnu këti aktorit, ja kanë përnu kalin, e ka van barë si bora për pak kohë, dhe me thënë, s'ka muj me qitrua, atë në dalë ata me i përnu pej Ameriket, e kanë pas, dhe me thënë, shtirësi në mjaft, edhe me njerëz, edhe me marveshtje, duhe me i pa 2-3 përkëthyesa, një pej anglishtesh, në sërbishtet, e pej sërbishtet në Shqip, e do me thënë, janë përbalë me shumë shtirësina. Aty ka nërë raste e tra, ka vluën burgu, për pi fisër dhenjat të të mbishit, janë kënë quë rampat për me da si piramid për atejna. Të mbishit ja kanë pagodi shpi, se ka pa shpi në kese, ja kanë pagodi shpi, ja kanë pagodi gipsit, ja kanë pagodi senet lira, e si ka pa i gjatë pas që janë tërhje këta. Tash nuk e ka marë lekun, si që ka vjej me marë, por tash marveshja ku janë kënë, si janë kënë zdi, sa ta kanë banë sajtë edhe dame kanë në malën të anë të sene. Tash me punua, kanë punua gjithë çfarë punësh, që kanë nevojshim, kanë marë pej këty, mëse pa nevoj me pronë punëtor pej një pej rastet, atje në majet burgut, si në majet piramidës, si që kanë zakonisht, atje i kampala në Meksikën, në ato vese, e kanë lomën, është si 4 qoshesh, po aja kanë një farë studiot i atërshëm meteorologjika, si me i thanë, i kanë këqyrë ato yjt e hanë në diellin, i kanë pa ato biga për me ditë kur fillonoj muaj, se s'kanë pa kalendar të rysh, po s'ashtu. Atërna, këto shkallat e piramidës i kanë godit me tuba skelesh, me ato që janë kënë, me ato si i kanë bërthyë me sharafa, edhe janë vunë, atër e veshin me rubë, atër e përskarshin me nëjsoj si fasadet në gjyrë të murit, për me da si piramide vjetër. Por në maje kur janë kënë atje, është që sharake, por ashtu ashtë, kur i godishin ditën, këta punëtorët kësajt, i kishin do rrypa, si që janë në Amerikë me ato vrima, me ato biga për me virë qilë se e ziqë mos, atërna ata shetiqin duke i burni ajo se po punojnë atje, por njani pe i këtynet i katunës, jo i sinishtaj po i ardhën, ditën punote e godit të aso skelesh, por natën i të rojtarë. Atërna shkote e i hjekte, u nepte pej maje burkut, i nepte për funit e i qitte, atër i bashkote e i qote të shpia. Deqi edhe ka deke i ka pa mujtër dhenjat, ka 6 metra shi ka pa të gjatë, që s'ka pa me se me i sharrua. Atër këta kanë thënë, po që ka këta ditën por ndërtohet e natën por zohet, atër e kanë thirë Mark Mirashin me ardhë me ruj natën, po mos me i kalzo kuj. Edhe kuj vjej para natë me push për krahit Mark Mirashi. Tash aty janë ka një prinjër dhenjash e këtyne kolgjeruke dikuj, ka pësy pej burgut, ka uble e bacit, edhe këta para natët janë kënë në fisë të tuk fisë. Mark Mirashi vjen me ardha tej, por a i huni mra me kapa telin me e maj shtërguat, kë Mark Mirashi se ka avmuresa, ka mugaci, edhe a ka të ruan ta e dyqysh ka les pushka. Këta janë trem. Të mbishajt janë trem, tha strëkatëshin se priqin njari shosin, e janë fute janë drym renë. Vunë fuqie, vunë arkën e mjellit e ziqka, tha e kishin garkua, e kishin vunë pa shpijet, ardhe kësit, hajde mërë qile se a Mark Mirashin kënë e thirë. Zbante kush zame, gojta, zbante se ishin drym renë. Po dikun si shtjefni të ecë ka dalë, thënë për shpi, e ka shkelin grebuj, tha e ka ra grebuja, ku batë se më ra dikush shkop. Atër janë kalabisë, janë banë. Vëthën atë në gjarje ka pa shumë, sosh një për atyne skenet që në inqizua një ka një, vjen koha me inqizua një sken me ata aktorët edhe i kanë pa uniformat pronë për Ameriket. Gjithë ka gati. Kur shkojnë me i marë, nuk ka uniforma. Ku janë, si janë, kur kush din. Tash kë, drejtori filmit, tash e harro amin si e ka se pare për kujtova në telefon, në sen, ka thënë a i thirë një pleste e katonit me pa a din kush janë për ata.
Pleshte katunë janë kanë Fran Regji, baba e më Tom Zeku, edhe Lek Mirashi. Edhe pe i lekat i thirin 2-3 sish, edhe vinë, tash ky folë. Thotë, thuaju, si plesë katunit, dhe të shkojnë në shatë të katunartë e vetë, na i dvesin, se kanë me i pas atje, dhe të na i kthejnë, sa të inqizojnë filmin, se kur të inqizojnë filmin, po a falim. Se e kështu s'mujmë me inqizua, se na i kanë la ushtrinën këmishën klina. Edhe këtë është përkëthen Shqip, Fran Regji thot, nuk janë të mitë. Po i thot, këna të kemë thamë me shkonë katun, me dvetë a janë. Ja, e di, ka thënë se nuk janë të mitë, po si din, ti ishë një kënë të shisja, si të ka thënë, edhe këmishë klina vakin vjellë si kin tije. Ato janë, do me thënë, në ngjarje që janë, ka shumë kësosh. Jo si anekdota, por si ngjarje që i me të vërtet kanë nollë aty. Tjetra për shumë me Shtjefin e me Tomën, të mu inqizuan, matë madhin inqizim, del Toma pe i shpijet e bërtet. Deni se Martini jam, unë të zdiq, këtë inqizua bërtet e kap, do më kryet me dora, qysh atër tha e ka ndrymë mrenë Tomë, tha se kanë la medalë jashtë dhe që ka është inqizua. Tash aty janë ngjarje me këta malësore, me këta katunarë që kanë rrugua sajte. E di kur i bishin ushtria vite kolona, rruga i të pasfaltume për tu stanë për braka. Atër këta katunë si tanë, si të lekajt, na i dzirshin levoret e kaubojcet, me rrype, me sheshiret e në mashin. E dojan, po s'guzoshin me esit adin. Janë da s'dja i kanë pazjet ato uniforma, anda me i prun për Ameriket, nduket i kanë pazjet. A kishë mujtë me në folë pak edhe për statistat ose njerëzit vendalit që kanë marrë pjesë në film? Cilat janë kanë rolet e tyne? Pa e si statista janë kanë pak si indian, pak si njerëz thjesht, por i kanë pa në zyros pak e godit, shihen në disa skena që t'i ka nga fotografit, ku shihen edhe shumë statista. Por ata i kanë zgjidhur, si me thanë, kur sot në lypen 20 vetë, sot në lypen 30 vetë, atër shkoshin pe i katunit, ata i kanë pagua, po lirë janë pagua krejtësisht. Për me marë pjesë në atë janë pagua diçka. Ta shkush i ka caktu ato çmimi e gjanë nuk muni me ditë, se jam kanë i vogël me dërtet, por i aty në detale të fort miru kujtohem. Tash na këta aktorët e këta, a dejte ta sa muja s'mu afrit veçanarisht na që jem kënë të vojlë, por si për pas filmit e për pas të një që i kom pas skenat, do me thanë kanë marë pjesë kë Lex Barker e kë janë këtë kësajt. Kanë në shpinë të ati i kali që tha që si ka vi i kali pej, të ne po i kanë përnu ku alë tjerë. Filmi që anqizua në Malinburg, anqizua vitin 1963, unë jam ka fëmijë i vogël, 3 vjeçar, por disa detaj më kujtohen për atë rast, se dikur fëminia i man mend ma shumë gjanat se kur rritet, se vjene bushet memoria, bushet truni, edhe harron njeri pak në vjetë. Por si që më ka bisedua vlau im i Malli Gjemali, sa i ka marrë pjesë në atë pregaditën e objekteve për inqizimin e filmit. Në atë kohë, aja kanë shkollën e mesme në Hercegnovi, shkollën e artit, edhe ndërkohë kur kanë pregadit vendin e kanë gjetë vendin, me siguria u ka të regua kë folë si parameci e kanë zbulua një oficir ushtarak, o kanë, edhe mas aty i karë këtu e me helikoptere kanë kërkua, kanë gjetë vendin, se është pasuria e Aztekut i rrët emri i filmit. Po tash me pregadit piramidën është mallë, sa është kjo ka problemi mallë. Për ata ka qenë përparësi e mallë që i kanë zbulua këtë vend këtu edhe këtu me pregadit incizimin e filmit. Edhe kanë filluar me prunë veglat, me prunë gjanat për pregaditjen e filmit. Ky vllahem ka marrë pjesën pregaditjen, se po thoma kanë shkollë të artit, edhe rreth burgut, rreth malit, si me thanë,
me shikua prej përpare se është inqizua filmi, shifet si me kënë taman piramida, prej bazë deri në maje, deri në skaj, atje se është piramida e njajtë. Por në atë kohë pregadit vetëm se një mur përparen, larg malit, pak jo larg fort, por nështë 20-30 metra jo në mal, edhe janë pregadit prej stiroporit, krejt figurat, kaktusat, ato figurat e aztekve që kanë qenë, e gati krejt ato figura, ato gjana i ka pregadit ky. Në majet e malit, si që shifet edhe në filmin Qizim, o kanë maja piramidës, edhe ka mesi i malit, është pregadit është godit më duket prej rrubet, o kanë ajo pjesa e dytë që da si mur. Edhe e kanë pa gjyros krejt malin. Krejt malin janë gjyros si në bojt leut për me kanë i ngjajshëm me piramidë. Sa kanë vonua, sa ka ban me u pregadit nuk di mirë, nështë në 2-3 java për ma shumë, deri se e kanë përfundua dhe ka fillua inqizimi i filmit. Në atë kohë kanë qenë ekipat profesionale për inqizimin e filmit, por me siguri e kanë cekë se toka, trolli ka qenë në pronë të Tombishit. Edhe është dalë leja atyne, në atë kohë Shtjefni, djali i Tom, Shtjefen Niveza, i Shtjefen Baci, si e thirim na, ai në atë kohë ka inqizua, i ka pregadit fotografit në mënyrë amatere ose nën amatere. Kur kanë arë këta kamermanat për me inqizua, Shtjefni e ka pa një gjys vagonit trenit, edhe kanë pa mshel 100% hermetik me leje, me gjana, se nuk ka patër me pregadit. E kur e kanë shikuan bisedot e vlau, se ky ka marrë pjesë krejt kohën, se unë thomë jam kem një vogël në atë kohë, i më duket a ka i vetmi që a kanë prej këni venit që a kanë si ullhesi aty një pregaditjeve. Edhe kur kanë këshyrë këta kamermanat e fotografët, se si i pregadit Shtjefni pikturat, ose slikat, si me thonë, ajo ka 100% ai vagoni i myllun, hermetikisht, pa drit, edhe në kohët mesdit se ka pavu një tub prej shporeti një sullndar, si i thomë na, edhe kur ka arë djeli, ka mesi i ditë që ka ra reze a djelit për atë tub që ka kalua poshtë, a i ka shfrytëzua ato 15 minut, 20 minut, sa ka gjetë dhe i ka pregadit, i ka lasit, shtojnë filmat dhe i ka godit slikat. E bisedut e vlau, thot, kanë me të habitun se qëfar genjet ka qenë në të kohë Shtjefni, edhe babën e ka pa Tomën, e ka pa punëtor, putstar që i kanë godit këpuc. Kanë inqizua sa ka inqizua, kanë bon pauz një 3 javë, kisha me thënë. Ne si fshatar ose si venas tu që kem banua, kem shkua se unë baj mes si thmi se u kalosha kështu për mes njerëzve se isha krejt i vogël, me i shikua të kadrat ka i inqizojnë ata filma, me kuale, me gjana, këta aktorët janë këtë profesional të njoftën botëror, nuk janë këtë thjesht, amatera. Na kanë lënë më afrua diku deri ka u ble basit asaj, me këshyrë si tribina i kemë, pa prej token me i shikua. Ka ndollë disa raste pak si qesharake, si tashe folje dhe këj folë si jëmë për Tomën disa herë, që ma da me i ndërprej në qëzimet e filmit, ata kanë pregadit nështë një javë ditë për një kuadrë prej 5 minutë ose 10 minutë që kanë mu i me shfrytëzua. Si që më ka bisedua vlau, kur i kanë inqizua disa inserte, është da më upa dhe mali i Deqisit. Po në atë kohë në mali Deqisit derivon ka qenë i shkruam emni Titos. E la kanë me shkrona Cirilicë, thote i te problem kur me inqizua se u shihte maja malit atjele shkrimi Tito,
E në atë kohë, thot, sa kanë marrë qizimet, i cishin do bu me formua tim, dim në bombe që i thonë këta, për mo godis si re, e mos mo pa shkrimi i Titos për me di se kuma se në Aztek nuk ka egzistuar emri Titos në atë kohë. Është incizuan, do me thonë, një pjesë e filmit këtu në rreth malit Burg, një pjesë të incizua Kacemi, ashtu që i kanë pregadit kënë paras me siguri edhe ju me e shikuat filmet, ashtu është filmi që muj mo parë krejt pjesën në YouTube mo gjithë. I kanë nëllë disa raste që shërake, për shembull, si që të regova Toma që ka bërtit e ka thirë nusën e Shtjefnit, po kja Martinje, kanë këputin qizimit e aj kryesori ka, gjdo herë ka ornuar që Tomën myllë një nëtë kur të shpi, kur do të me në qizua, mos me ne e prish. Atër kë, se si shtatë që këvlaj, ma ka i vetëmi prej këty që ka marrë pjesën pregaditjet aty në të inqizimit filmit, edhe ka qenë shumë i bukur i pashim në atë kohë, këta mocatartë i ti që janë, ose pak edhe më të ri kanë nije për ta, për Xhemalin. Në atë kohë e ka njoftuar një aktore, ka qenë prej Zagrebit. Ja ma emnin Marije, ka pa emnin, oke, bukur thonë, edhe mas pauzet që kanë banë një 2-3 javë, kisha me thënë, janë këtu e përsëri me vazhdojnë qizimin e filmit, po ky në atë kohë nuk ka bukur me thënë, e ka rejat aktorin, por nuk i ka të regua, se ka thënë jam prej Ersegnovit, vetëm se i ka marrë një shtëpi me banes këtu sa zjas inqizimi i filmit, edhe kur ka ardha jo, Maria i ka thënë Dranes, shoqes Toms, në Shtjefnit, që si muj me i lajmërua Xhemalit se ke marrë, kisha e pa qef me i takua prap. A ka telefon, a ka farë liles që me i ka po, i ka thënë ajo. Tash ka thënë vaj stari që da zove, se ajo s'ka di gjuhën Shqipe e kjo. Po miri ka thënë, pra lajmëroj, a keni numër, a ke po i ka thënë. E ka thirë Tome, na plako, he. Ajde thirë Rustemin t'i thonë Xhemalit se ka narë këta e pe e lypë kjo shoqja Maria. Toma ka hip me njaj fuqi, në atë ko s'ka pa shpia, s'ka pa gjana, s'ka pa si tash. Andigjua zani lërgë, prej këtu i ke muj me thirë dikon dushisës në lekaj me siguri që t'ka andigjua prej këtej kur me pa thirë. Ka hip Toma me fuqiet e i ka mu dorë kështu në atë kohë, ka thirë, Rustem. Baba me siguri e ka atje, ka menosi diçka. Ka zoj Xhemalit se ka ardhë, shoqja e saj do me takua. Kjo aktoria ka me hutën, habitën, ka thonë, çka nolli që po bërtet këj plak kështu. Ka thënë Dranja, i ka thënë, Xhemal, zhivi ta kësolla tu zhivi Xhemal, i ka thënë. Ja, të ne ka zbulua se ka jetua, se në atë kohë kemi jetua në Kësoll, e ke pa një Kësoll këtu afer malit, Burgun nuk e kem 300-400 metra largë, kështu që janë dëgjana shumë interesante, pra po thonë vetë çka i kom dëgjua prej tina dhe prej disa venalije që në atë kohë që kanë mërri me i pa në qizimin, pregaditin e ato gjana. Me pregadit kanë vënua, me shkatrua s'kanë vënua. Mas marimit në qizimit, duke s'ka gjatë një javë, ditë krejt ato pjesë, ato objekte, ato figura, ato janë zhduk. Ka marrë dikush hekrat, dikush stiroporin, dikush figurat, dikush... I të ke shumë interesante pak me i paruaj, më pa e gjanë, sa ke metamana ke fantastike e pregaditun. Ashtu që tash në këtë kohë kime pa shumë problem me i pregadit, ashtu ajo si në atë kohë që kanë bëmë. Në atë kohë se nuk më kujtojnë detajet se si ka ardhur deri te kontakti me këta tinqizuesit, por ky ka qenë si që të ceka në shkollën e mesme në Herceg-Novi, shkollën e artit, edhe ka pa profesora që janë këtë njoftë në atë kohë një Zhika Nikolic, o ka rediteri filmave, o kanë gati çdo ditë më ka bisedua me Ivo Andris, po Ivo Andris i ka qenë shkrimtar atje, nuk ka pasile, ashtu që ka ra në kontakt me këta regjisorët e këtij filmi që kanë përgatitur filmin, dhe ashtu ka ardhur deri te bashkëpunimi me ta.
ka punua ndoshta një muaj ditë, më duke si që më ka bisedua, pra të kohë të fitua honorar, i ka ble 6 palë o djela, edhe më kanë met pare, thot, për me rrugua dhe në Herceg-Novi me shkua me, që i ka pagua për me i pregadit këto gjanat e figurat. Ashtu që ja kanë një, a ka edhe interes, edhe a kanë interesant me punua. E tash nuk di që ka me thënë tjera detalje për këtë rast, për kanë bisedua dhe tjerë, të kanë me vazhdua, po është një historia, por një dokument shumë interesant për këtë vend që me met. Se para 63 vitesh për shembull që zonë një film Malsia kanë sukses i madh. Si që se ka sot me i bat punë, është punë e madhe jo në atë kohë. Ashtu që besoj që edhe dikush prej ne shtashtjerve prej këtyne trinive kanë me arrit në ato gjana, ndoshta kanë me paraste me pregadit diçka, me formua diçka, me lënë diçka, alla ata si kujtim për i ven i synë, si këta tanë që i kanë sen ma për parën, sa kanë me kënë të interesovë nuk di, por uroj sukses e këtyne tjerve. Por historia e Kodrës së Burgut daton shumë më herët se vitet 60. Përveç kujtimeve të vendasve dhe gojdhënave të trashëguara, gjurmët e historisë së tij kanë gjetur mënyrën për të dalë në sipërfaqe ndër vite. Tash për burgun me fol, burgu është lokacion historik, mjerisht deri tash kur kush nuk e ka hulumtuar. Vet emni burg, Borgjo e burge, si që janë Hamburge, si që janë shumë qytete, do me thanë qyteti fortifikuam. Rreth burgut janë shumë, na u kemë thanë Suka, tash Homer, janë kemë vorre moqime i lire. Janë zhduk gatit tana, me emramja tash kur kanë godit shpijin këta lekajt, janë kenë matë vogli, janë kenë dhe 5-6 rreth burgut. Por temelet e qyteti shihen në pej afer Uble Bacit, për buz burgut e me arë dete shpia e Feneregjit, e kthehe ka shpia e Prenl Kolës, e kthehe mrapar për shpia e Zjerzit, e shkon prapë në burg. Janë temelet, janë edhe sot gjeten artefakte, veçanërisht kanë ba dam, qysh se kanë arë traktorat me lurua thejë dhe gja, kanë qitë sene në sipërfaqe. Kem gjithë maje shtinjza shhekurit, sene leje, cypa, gur, ashtu shpesheras nuk kem di se çka e kanë pas funksionin. Ato janë bilet e Zjerzit e shpia. E di se e kam tije të partë kur folin, që i thot janë si nalë në kem muri Randsburgut, që me uqua me e kësyr majën, thot kara kapica pe i kretë. Ashtu me përshkrujnë të moqimin. Në maja atje duket sa kanë, atje është i gomin gursh, nuk shihet sa farë materialit e nëzitës, por nështë na kanë si kullë, thata, zha, bile ushtria Jugoslave këta e kanë përdore, kanë pagodit logore, zha, por ata gurë janë baj pe i dika janë prunalt. Ashtë e goditun si rrugë me hip nalt. Këto mure janë kanë rapshim, ta në shpijat rreth katunet janë marë gurë aty se janë këtë kolajt. Ardhë me sjerë, ardhë me se i ka marë, ta në shpijer që janë këtë punu me gurë rreth, i kanë marë gurët pe aty. Ashtu të thuash që i gati nuk ka temele ma, ka Randsburgut, janë 2 kulla 4 qoshesh, këte i ka shpia e Lucniks, Vullaj, kime vi me shkua, peja a janë ka pia sigurisht e hymjes në qytet. Peja ty a ka dhe kaldremi i shtruam tanë, deri ka ku është rruga që jam e shkua në Dushisje me shkua këte. Por qysh se kanë arë traktorat ata e kanë lëvrua, i kanë heka ta gure nuk shihet ma kur farë, kanë met veç temelet, aty kanë met temelet kullet janë, aty më kanë kuvet se vetë se kom parë që zjetë një ubël, me kupol, me i dritare anet, me i big ma anet, e plët eshtën mrenë.
Aty sigurisht se ka pa lufte, ka pa sulme, kanë bashkuat dekunit e i kanë qitë, mos mu hapel gate, mos mu si të vetë, si të huajt që kanë met aty. Matejnë lekaj, por ata tanë, do me thanë që qarkullon rreth burgut, aty dhe tash është një ubël tanë e muruame me tulla, e i guri mathi ku me saj. Tanë bukur, fort bukur, por se di sa unë kush hale anta. I e këtu, ku i thëtë afer burgut ku janë të more, kam dëgjua se aty kanë uble, që nuk ekziston sot asë nuk dihet se ku kanë. Por para menoj se janë sajt dikun duhet me kanë, se kur ku kësajt në dushisje kësajt nuk kanë muj, me janë kanë 2 dushke, 2 qarra, të mlej fort. Edhe uble aty afer, kanë pushua një ushtri e dikushme, e kujesi, e me qkoh, nuk unë i me dit, por kanë pushua aty e ka aznat të ftoftit, e i kanë prejt të 2 ato dushke për mu ngroh, edhe e kanë blua ublen, se zakonisht ata për mos me muj dikush me mbije tua kësajt, sa kanë tha acin, e kanë mjullë dhe ujt, mos me pak dikush farë burim ujt për me nej kësajt. E duket se edhe për pas dushket e ka marrë emrin edhe dushiqi. Lidhun me dushk, me ta qarra. Se nuk ka kur farë tjetër që pas ati toponimit. Kështu e kom në dëgjua tash, sa mu i me kanë e vërtet ata nuk di. Kësaj pjesë që janë shtëpej burgut e me shkua ka lindja, aty na i thomë meteh. Meteh është si metohi, si kish, si tok kishet. Por për temelet kish, sa sprizana nuk kam kur fare djetë, se ku a ka, se sigurisht dhe tjetë ka. Por nuk kem kur fare djetë për vend se ku ka, por toka si tok, meteh, metohi, do me thanë është tok, a ka tok kishet. Asajt për atë ubël që i tharsh, aty është interesant se je këtu ku atë studio bojin e ma këtej, aty para nej 40 vjeç as di sa janë ban hullumtimet, aty është jetë rezervari maj math nën toksor i ujt nështë edhe në Evropë. I 100 metra është shtylla e ujt, pej si përfaqet dhe në fund është shtylla e ujt. A i furnizohet me cem. Cemi ati ku i ka venet në qyshën dinoshe këtej, e si përfaqja e ujt, niveli i ujt sipër, është burimi i ubëls baci që i kemë thëna, edhe ublet të ndushish tana ka 10-12 metra derdhin ujë. Do me thënë, kur rritet niveli janë pak ma buzet, kur ullet niveli, tana është ajo tokë, ato shkami, ato shkam që janë si shkam i gjallë, apo i mullin e sim, si kalcifikat i ujt, i rridhës ujt. E sigurisht ajo ubël që janë kënë kanë kolaj me e qili se kanë qilë thejët, sa ka thejët. Do me thënë, jeto janë qka u kujtohen vetë e qka di vetë pej lidhun me burg. Ato muret që i përmetëm që thaja se kanë thonë se janë kanë muret aq të mlaja, kur menohet se është kanë hera e funit që kanë qëndrua në kam, po thomë? Aty edhe otomant edhe turqit, kur kanë ardhë, kanë marrë gure, i kanë qo për nevojat të net. Ashtu që, do me thanë, kime vij me kanë, kur kanë ardhë ta, do të keni egzistua halja. Folet për nëjë qytet, me emnat të ndryshme, por si burgovi e njohin edhe Malazest, e ne njohin si burg. Nuk mundet me di se kura, si Dukle gati dhe i rapshme tokë, tana hjeke janë villë, gurte janë marë. Si edhe qytet të tjera, ku a kanë akses i kolajt me marë, i kanë marë. Atje si kanë marë edhe të mlejtë, se s'kanë pa mënyrë në atë kohë me i baj. Në sigurisht janë kanë matë vojlë. Tash aty thonë se me pa, por fizikisht, me shko me pa, është si grup, da si me kanë natyrisht, por duket sa një humja ashtu. Prej Tuzit
dikur ka ardhë ujtë për buzë rrugët, edhe urrela, thonë se kanë blua mullit aty Randsburgut. Njash ujë ka pa. Prej cemit e pej, do me thënë, ka derdhën për tus. E ajo grop aty, muj me kanë që janë kanë farë lamë mullish. Se është si grop tektonike, me thejë, se gjithë rrëth e rrëth. Jo normal me kanë Randsmalit, ashtu ajo grop. Ka dalim sigurisht 2-3 metra pej rrafshinës tjetër. Aty, ata ujna i pa me të dhe vetë kur ka shko sheo rrugës, nuk ka, ato ujna sigurisht janë ullë narë, kanë shko dhe për narë tokë, se këta vullajt, kur janë ullë në dushi që kanë qi lublet, e kur bite shiv janë rrenua, edhe ka 10 metra, 15 metra janë qilë shpellat, atë rënda me ullë cieva betonit për me në lua ato në gjari. Do me thënë, rrjedhe e ujtë ka pak të mbëllë. Për mullit është ata atje, por s'ka kur farë artifaktesh që janë gjithë ditë, po asë nuk më ban hullumtim. Nuk e në ban hullumtim e në drejtim. Asë për kishë. Por do me thënë, emni i egziston me teh, me tohi, do me thënë, ato kime vi me kanë me përngjashmja emën për advent kime kanë me tohi, do me thënë, si tokë kishët. A ka vendasit ose fshatarët e Dushiqit po thomë, a ka legjenda ose historit vjetra që janë të lidhuna me kodrën e burgut, që mund në me kujtua ju? Ata thonë se burgu e ka derën. Burgu e ka derën, por dhe i sot zdikush. Kanë pretendua disa, jo e di vetë, por kur kush nuk e din, as për pas këtyne pamjet me synë thjesht me kësyrët e rrëth, për pa përdor farë tekniket, farë radarë që depërtojnë thellë, nuk mundet me di. Por në bazë të tyne s'muj me pa derku. Si që njojna, bela jem gabim, por dikur tash teknika shkëtu me zhvillua, nështë dikur ka me nuk e di. Për tjera legenda nuk e di për pos janë saj. A është përdor për këtë film që e përmendëm, a është përdor edhe për në gjatë tjetër? Si lokacion, si vend, edhe në kohët ma përpara edhe sot? Aty, ne kem rrjedhjen edhe e ullë pej këshevet, edhe lekajt janë ullë pej këshevet. Gati aty afer, burgun me marrëveshjet flezvet, burgun nuk ka përone kur kuj privat. E kanë lanë burgun për kur të vinë me punuan fush, me kual, me qije, me gomar, me se, me ilshuan kulos aty e mos me kanë kurkuj. Por me ardhen e këti pushtetit e me këto haos që janë kështu, gjithë kush e ka thurë dhejnë maje që janë mirë. Ka në motelat së mu që më ardhas dhejnë maje me kalu. E kur kush s'ki me vjej me pasën katastër. Ate i kanë shkel ato ligje, tash, a i kanë këthyja, a mujnë me kanë legal, nuk dhja që i kanë thurë, nuk dhja i kanë në katastër, në mënë vetë. Por marrëveshja e plezve që janë kanë të dy sinishtet e t'i vezat, se ata i kanë pas, kanë kotirat këtu, ato dhe janë marrëvesh që ai burg mos me kanë i kurkujve, që me kanë me la për kulos, se dikush kur ka pasan, s'ka da me gjatë kalin e veta gomartën tokët vetë, por i ka lëshu atje. Ashtu që ajo ki me vjej me hinë fusin, është dikur, por nuk e di. Për përdorim tjetër nuk ka pas, ose vetëm këto shëtjeti e vogla që bëhen? Aty thonë se është i gurë, jo thonë, edhe ne kemë lejtë zjarëmin na për nevoja tjera, por dikur në ato kohëna, veçanërisht në kohë turkut, janë lezë gjarmi, kur janë pasë për levizin ushtarët, se pe aty janë pa lërkë. Gjarmi natën shqyet dhe në Shkodër. Ashtu ato sinjale edhe kanë pa veti edhe kullat e Skënderbeu, tana me jari me tjetër janë marrë vesh për pas gjarmit ka i kanë për cilë. A i gurë dhe sot shqyet sa është i djegun, e thërmohet makulla e se tjetë. Ashtë si në maje pak i quëm, aty kanë pa dhe signalin e katastrit për me inqizua, me pa, me muj me i zjetë, do me thanë këto dimenzione zhanësin e gjatësin geografike. Asha, ajo së përdoret ka herë, por
Jeto Homere, jeto që ka tha që parë, që janë ka sugza, si ju kanë tha, to janë ka ta në vorre i lire, vete di se kjo ka ne tanën, janë ka dy, e njërën janë zjetë, se si që tha që parë, zirë ka livrua, kër e ka pa traktorin, janë zjetë rasat të mlaja, janë zjetë vorre, por sa ka nëj ashtë zjetën ta, ata kanë përshirë me hjeke, me të lire, me godit, por janë zjetë shtiza, si që thash ma parë, e në këtë kodrën e malë që je kem pas në ne tanën, vetë ka mu pëmë disa herën majtë saj, nuk ka muj me përparua kur zha. A ka njësoj lejet e që krejtësisht e derdhën. Nuk ka muj me përparua kur zha në tam. E kam qilë, bolë thedhë, po s'ka pa kur zha në arta. Kurse në këtë leket, sugzën e leket, si që kemë thëna, aty janë ka ardhë, fëdi ku finë pas filmit, para 7 janë ardhë muzeu pe Beogradit, me ekip vetë, u kombaj vetë ujë të frest për jublet, e kanë qilë pës gjatit, pës zjanit, i kanë qilë 2 kanale, mjaft thellë, aty kanë zjetë ërgjat të nusës komplet, që ka pështua sër me are, këto zjana që kanë kënë, të në janë zjetë, të në i kanë qua, të në janë muzej atje. Edhe ajo tash e kanë hje krejtësisht. Këto tjerat kanë pas, si që janë kanë vorë, janë do kodra ma të vogla, do kësësuza ma të vogla, edhe 2 janë të shpia e zjerzit, janë që janë hje gzysa, janë veç pak ka me t'i qosh, kjo që janë kanë pas shpia e zjerzit, janë hje krejtësisht, e tjera janë kanë atej, edhe ka uble e bacit, e ka pa tjera dhe në tanë atej. Në lejtë zi këtej, për shemë janë. Je ka i kemë thana të kodre e flaks, por aji duket që janë kanë, si që tha që parë, kodre e flaks, aty janë kanë kufini me malëzi, edhe natën a lezë zjarë me për me më ditë se ashtë kufi. Kodre e malë janë kanë malë këtej, e ajo kanë si ma fort, si me hip me kësyr, me pa, shka por në gjatë. Ma tej, si që ashtë ajo, zona kufitare, në rejtë pej, kodre flaks, në ka rruga, aty në ka kulle, por në ka distanca, zona, tampon zona, dërshe 2 kufivet. E je ka kanë i buzë rrugët ka kemë shkot dikur për Podgoricë, a kanë kodre e vogli, kemë thanë, aty kam mi vetë, e latën du të me kuvet për stërzyshin të atë. I kemë pasjet, i kisha vetë do pare kësajt, e i zhytan, a ishim si fëmi, do shim me shetit, e i thomë zef bëhacit, jetë pare i kemë zjetë jeton, me na i roj berët, se do me lypë mati. Na i roj të berët, zjetit një gëtë në shkoshim e stragat që ma ti e ka, atër e ka pa patë ploqa, ka ploqe male gurit, ras gurit e male, e thot me malat atë ras, rasën merëm. E s'ka pa lidhë dhe më dhe s'kemë zjetë kur gjatë. A janë prish kur janë lëvrua se i kanë rapshua krejtësisht. Zdi që pa me atë rasë. Për pos këti filmi që është ba që i kalan pak vëmendje, po thonë, burgu të lezonës tonë dushicit, nuk janë ba hulumtime tjera. Çka menoni se bela kite më udasht me u ba që mi adhan atë theksin, atë vëmendjen, ose bela dhe pak me marrë në i mas për me mbrojt? Me mbrojt, s'ka që ka mbrojt madhe. Gati e me unë hulumtua dhe të ketë, por me thanë faleminër Zotit që s'kanar me hulumtua ata që kanë këthu e zi që ka sa temelet e kishë sërve atë e këtej, nështë ka pështua në të pikpami. E hulumtimin të tjetë masë i nevojshëm. Pej njëzve që janë kompetent, me të ashtu artefakte, diçka pak që janë, mujnë me e kalzua nështë cilës periud i takojnë, cilës ko. Si ato shtiza, si ato që ka di vetë do gurë. Për shumë të zirë që janë gjithi gurë, ka thënë janë i që ka kështu, po privat, thot ajtë të tjetë ka ndërë, se i ka 2-3 vrima, e janë verë se të qilë dera për me rafladi, e janë la, atëra mujë mu qilë ma fort e ma pak. Dhe me thënë, ato në basë ty në ta mujë zha me u gjithë, me pa se ku i takon e si takon. Na jem këtu me bashkë një dikush i interesuam që ka të mujmë, e kem edhe me Tonin Pluma i ditë me ma një nqizim pe i Majës Burgut, e dhe me i vizatua se ka janë kënë ato mure
deri sa ti dim, se veti kujtohem, do me thënë, tanë atune di me shkua kam për kam se ku janë kënë murit. Aty, na kemi thënë bashtinë e Groshës, aty kemi zjetë qypa, por në botë barë duket, do sa janë fabrikua aty qypat, do se janë zjetë qypa për gjëna, por është a leje që krehun krejtësisht, edhe a kanë leje mirë për punë. Janë gjithmonë janë zjetë aty copa qypa shtë. Po ashtu në temele në krahët verit qytetit, që është e pa, shihet dhe me thënë se ku janë kënë, aty janë kënë 20 fisë të mlej, por në të kohë fisë si ka prekush, po janë rritë si që natyrisht. Ajo gruaja në kënë plake, s'ka muj prenti, kanë thënë, ajo prenti Gjosokolit, ajo i ka shit ata fisë kush ka da. Dikush e ka marri raj fi, dikush 2, dikush 3. Zef Baci, të ashtu bord vjen, por është në gjarje, i ka vlet 2-3 si fish, edhe ka arë, sa në kam pësua në cem, me hagër rushe fishe, janë lyptë, kanë dushi që atit e shpija, s'ka pa pëm, edhe ka arë për 3 dit me 2 krozha. Një krozh i ka tuk ata, i ka bashkuar në tokë ata që kanë ra, si që thobë në pupaca, fistat, për me i tha matej. E bite shkopin e berret, gjatë që i ka pa me zna berret, atër i kapë të ramat e i tuk të fisë tjerë, i vetën tjetër në krozh për me i hagër. I ditë për i ditë që po vjen asajt, kam, kur vjen që e narë fisë 3 thëj. Ty e hagër, jakin hagër fisë të e thatë të tanë. Edhe hilën kë. Ta shkuj me, ka me thirë, me afrë me shpija, ka ne fraregjit. E thirë, gjënë, edhe matë masë. Matë më, mërë gjënë, thot, kusha, si kusha, thot, po të ku janë këta thingë, thot, në fistë mi. O, më duket janë të Rustem Kurtit, thot. Ha, pas që janë thingët e Rustemi, thot, lejë, thot, dhe të hanë, sa të dohet. Me nota humori në llogarinë e shtëpisë, e siç është karakteristike për dushiqasit, mbyllim edhe këtë kapitull të rrëfimeve nga vendi ynë. Duke lënë kohë për përgatitjen e rrëfimeve të tjera, të cilat hedhin dritë mbi gojdhënat, vendet e zakonet e vjetra, të cilat e karakterizojnë aq bukur vendin tonë.